Në dhomën e gjumit, Mateo dhe Brikena kanë pasur një bisedë të qetë dhe mjaft të gjatë. Brikena që nga fillimi ka qenë me tërhequr dhe nuk është afruar shumë me Mateon, dhe pse Mateo deri tani nuk është dorëzuar, duke munduar ta fitojë dashurinë e saj. Biseda që ndodhi mes tyre ishte kjo. E di që ke shumë të vështirë të shprehesh, nëse deri dje kam pasur dyshime, tani s'kam më fare, i drejtohet Mateo. Nëse deri dje kam pasur dyshime që më ke pëlqyer, tani nuk kam më fare. Mendoj që më ke shumë qef, i drejtohet Mateo ndër të tjera. Nësa Brikena i thot, është mendimi yt, po ti s'ke pasur dyshime as në fillim, thoshe, unë e di sakt se ti më ke qef. Ju kundërpërgjigj shumë qetësisht Brikena. Biseda e qetë mes Mateos dhe Brikenës zbulon një sinqeritet të rrallë, duke treguar qartë ndjenjat e tyre mes sfidave të lojës. Nga ana tjetër shohim një Mateo që është mjaft i angazhuar të fitojë zemrën e Brikenës, por nga krahu i saj shohim një blokadë që fancat nuk po e kuptojnë sa e ka vërtet qef Brikena Mateon apo jo. Ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.